Edhe 6 ditë kanë mbetur deri në seancën për krimin e qeverisë së re. Ka vazhduar seanca për sulmin në Banjsk, u mbyll për publikun shkaku I dëshmitarit të mbrojtur. Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike në Ushtri bëjnë koalicion për balotazh, Tahiri LDK-s qortohet nga kryesia e partisë në Prishtinë. Shqiptarët po kryesojnë në 16 komuna në zgjedhjet që u mbajtën dje në Maqedoninë e Veriut. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. 6 ditë kanë mbetur deri në mbajtjen e seancës në të cilën partia e parë do duhet dalë me emrat për kabinetin e ri qeveritar. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se krijimi I institucioneve të reja është I domosdoshëm, duke përmendur kohën e vonesës së konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Ndërsa kryetari I Kuvendit, Dima Albasha, deklaroi se të gjithë kanë të drejta ankohen në gjykatën kushtetuese. Pas vonesat jashtëzakonshme në krijimin e institucioneve dhe besoj që kjo është edhe një tentim tjetër për vonesa, të cilat, siç e dini, e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini, me ligjin për qeveri, kompetencat e qeverisë në detyrë janë të limituara. Kështu që është në interes të Kosovës që sa më parë, tash pasi që kuvendi është konstituar, në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, që të kemi një qeveri me mandat të plot. Kuvendi është konstituar, kjo është shumë e rëndësishme, presim votimin e qeverisë. Qeveria e Mbretërisë Bashkuar do t'jetë mikpritse e samitit të radhës të procesit të Berlinit, që organizohet të mërkurën me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mirëpriti antar nga shoqata gjermane për Kombet e Bashkuara. Në njoftimin e kryeministrisë thuhet se Kurti foli rreth arritjeve dhe sukseseve qeverisë gjatë këtij mandati, ku në 4 vitet e fundit, sipas tij, rritja ekonomike mesatare e vendit ka qenë rreth 6%, ndërkohë që sipas FMN-s, Kosova do të vijojë të jetë e para në rejon edhe këtë vit sa I përket rritjes ekonomike. Kurti theksoi edhe rëndësinë e diasporës, veçanërisht në Gjermani, ku jetojnë rreth 600.000 shqiptarë, të cilët janë urë e fuqishme në ndërlidhjen mes dy shteteve. Po ashtu Kurti takoi edhe përfaqësuesit e kompanisë Ericsson, me cilët diskutoi për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit për modernizimin e rrjetit dhe mbulimin e gjithë territorit. Gjithashtu diskutua dhe rreth investimeve të mundshme në të ardhmen në fushën e telekomunikacionit, thuhet më tej në njoftim. Në gjykatën themelore në Prishtinë po vazhdon seanca gjyqësore në rastin Banjska. Sot në këtë gjykatë u dëgjua dëshmia e dëshmitarit të mbrojtur A2. Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović, të akuzuar në rastin Banjska, dolën sërish para trupit gjykues. Në seancën e së hënës u dëgjua dëshmia e dëshmitarit anonim A2. Por para se dëshmitari të fillonte dëshmin, prokurori Naim Abazi kërkoi që seanca të mbyllet për publikun gjatë dëshmisë, me qëllim që të garantohet siguria fizike dhe integriteti I procedurës penale. Përmbajtja e dëshmisë së këtij dëshmitari sadržaj svjedočenja svjedoka përfshin rrethona, uključi I okolnosti dhe informacione që në rast të ekspozimit I informacije koji ako bi se u slučaju znači rasvetljio u ovom javnom pretresu mund të cenojnë sigurinë e tij, mogu da ugrože njegovu sigurnost procesit gjyqësor. Kjo u kundërshtua nga avokati I të akuzuarit Blagoje Spasojević. Me konkretne razloge nismo čuli od tužilaštva. Pra, ne, arsye konkrete nuk kemi dëgjuar nga prokuroria, tako da ashtu që predlažem da ne prihvatite ovaj predlog. Propozoj që të mos e pranoni këtë propozim. Trupi gjykues mori vendim të aprovoj propozimin e prokurorisë që seanca të kalojë mbyllur gjatë dëgjimit të dëshmisë së dëshmitarit A2 me qëllim të mbrojtjes së dëshmitarëve.
Faruk Mujka, kryeshef ekzekutiv në ndërmarrjen Iber Lepens, dhe Hysen Muzliukaj, ish drejtor për gjeodezi në komunën e Mitrovicës, janë deklaruar të pafajshëm ndaj akuzave për korrupsion. Pas deklarimeve, kryetaria e trupit gjykues, gjyqtarja Violeta Namani Hajra, informoi të akuzuarit dhe avokatët mbrojtës se brenda afatit prej 30 ditësh kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për hedhjen akt akuzës dhe kundërshtimin e provave. Kryetari degës Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtri, Gjafer Tahiri, ka nënshkruar marrëveshje koalicioni me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje Sulejman Meholli për balotazhin e 9 nëntorit. Në nënshkrimin e marrëveshjes ka qenë i pranishëm edhe kryetari vetëvendosjes Albin Kurti. Pas nënshkrimit ka reaguar Lidhja Demokratike e Kosovës duke njoftuar antarësinë dhe opinionin publik se nuk autorizon asnjë koalicion lokal pa ndjekur procedura statutare të partisë. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Vushtrisë, Gjafer Tahiri, ka nënshkruar koalicion me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryetar në këtë komunë, Sulejman Meholli. I menjëhershëm ka qenë reagimi i LDK-s, ku përmes një komunikate u bë e ditur se nuk kanë autorizuar asnjë koalicion lokal dhe se nuk do ta bëjnë këtë pa ndjekur procedurat statutare të partisë. Veprimet e kandidatit tonë në Vushtri për të lidhur koalicion me një parti tjetër janë veprime individuale të papranueshme dhe në kundërshtim me procedurat statutare të Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK-ja pret që fillimisht të analizohet performanca e kandidatit dhe e degës së Vushtrisë dhe pas këtyre hapave të marrë vendime përkatëse. Veprimet e tjera, sikur se ky i sotmi, janë pa ndonjë vlerë dhe në kundërshtim me praktikën demokratike të LDK-s. Si të tilla, ato do të marrin trajtim procedural sipas statutit pas përfundimit të garës lokale. LDK-ja tani është e fokusuar në garën e saj elektorale të balotazhit dhe jo në garën e partive tjera. Një tjetër reagim erdhi më pas nga dega e LDK-s në Vushtri, duke publikuar një fotografi ku Tahiri shihet i rrethuar nga asamblistët e LDK-s. Vendimet e mëdha nuk janë asnjëherë të lehta, por pavarësisht kostove individuale, për ne një gjë është e qartë. Interesi i qytetarëve dhe i Vushtrisë është mbi gjithçka. Marrëveshja jon nuk afekton asnjë garë tjetër përveç Vushtrisë. Pas nënshkrimit të koalicionit, kandidati i lëvizjes vetëvendosje Sulejman Meholli tha se Vushtria ka nevojë për ndryshim të kursit qeverisës. Për te çfarë do dallimi sot kemi lidhur koalicionin e fitores në Vushtri me LDK-n, dega në Vushtri e drejtuar nga kryetari i saj Gjafer Tahiri dhe në mbështetje të plotë të kësaj marrëveshje nga kryeministri Albin Kurti. Bashkë kemi ndryshuar qeverisjen në vitin 2017 e bashkë do ta ndryshojmë edhe me 9 nëntor 2025. Kandidatët për kryetar nga PDK dhe LVV në komunë të Vushtrisë garojnë më 9 nëntor në balotazh. Nga zgjedhjet e 12 tetorit, kandidati i PDK-s Ferit Idrizi mori 45.5% të votave. Sulejman Meholli i vetëvendosjes mori 30.6%, ndërsa Gjafer Tahiri i LDK-s doli i treti me 19.7% të votave. Në anën tjetër, mbrëm qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë votuar në zgjedhjet lokale. Sipas Komisionit të Zgjedhjeve, në këtë shtet, shqiptarët kryesojnë në 16 komuna. Sipas rezultateve, Vleni ka fituar 5 komuna, ndërsa Aleanca Kombëtare për Integrim ka fituar 4. Në zgjedhjet lokale që u zhvilluan të dielën në Maqedoninë e Veriut, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, shqiptarët kryesojnë në 16 komuna, që në raundin e parë koalicioni Vlen ka fituar në 5 komuna, edhe atë në Çajir Izet Mexhiti, në Araqin Daud Beqiri, në Saraj Muhamet Elmazi, në Tears Daud Memishi dhe në Zhelin Blerim Sejdiu, ndërsa AKI fitoi në 4 komuna, Valbon Limani në Gostivar, Erkan Arifi në Likov, Alia Jaoski, Plasnic dhe Suat Shaqirov në Çashk. Koalicioni i kryesuar nga partia politike VMRO-DPMNE kryeson në 53 komuna, koalicioni i kryesuar nga partia politike LSDM në 9 komuna, në 8 komuna, koalicioni i kryesuar, koalicioni Vlen në 9 komuna,
koalicioni AKI në 5 komuna, Partia Demokratike e Turqve kryeson në 1 komunë, Partia Unioni i Romëve në 1 komunë, Partia Politike Znam në 1 komunë, kandidati i pavarur në Struk Mendi Qyra kryeson, në Studeniqan kryeson gjithashtu kandidati i pavarur Azem Sadiku. Koalicioni i vlen ka falenderuar secilin qytetar që ka votuar për fitoren e tyre në bllokun shqiptar. Të nderuar aktivist të Vlenit nga Likova deri në Struk, lejoni secilin të përshëndes një nga një. Ju keni qenë ushtria e pafishme e fitores së madhe të 19 tetorit, që ne kemi bërë një fitore plebiscitare spektakulare. Ndërkaq nga Aleanca Kombëtare për Integrim presin mbështetje më të madhe për kandidatët e tyre në balotazhin e zgjedhjeve që do zhvillohet më 2 nëntor. Nga balotazhi presim që qytetarët në mënyrë masive të mbështesin kandidatët e Aleancës Kombëtare për Integrim. Në shumicën e komunave jemi në epërsi, qoftë me kundër kandidat duke patur kandidatët e VMR-s, qoftë kandidatët pavarur. Në 31 komuna përfshirë edhe qytetin e Shkupit, kryetarët e rinj të komunave do zgjidhen në rrethin e 2 zgjedhor. Në balotazh do zgjidhet edhe kryetari i komunës më të madhe shqiptare në Maqedoni, asaj të Tetovës, ku kandidati i Vlenit Bilal Kasami është në epërsi prej rreth 4.000 votave ndaj kundër kandidatit të tij Bajram Rexhepi nga AKI. Në kuadër të muajit roz, në qendër të Prishtinës, u mbajt marshi kundër kancerit të gjirit. Në këtë marsh morën pjesë edhe presidentja Vjosa Osmani dhe përfaqësues organizatave të ndryshme të cilat organizojnë aktivitete ndërqetësuese për këtë sëmundje të rrezikshme. Mjekët që ishin pjesë e këtij aktiviteti përmendën shifra që sipas tyre janë shqetësuese, të cilat kanë prekur gratë. Tetori, muaji i vetëdijsimit për kancerin e gjirit, në Prishtinë nisi me një thirrje. Kujdesi për shëndetin e grave duhet të kthehet në prioritet kombëtar. Në manifestimin tradicional zbulimi i hershëm mbi jetesë, që u mbajt nën përkujdesjen e presidentës Vjosa Osmani, mblodhi përfaqësues institucionesh, mjek, organizata dhe 10 gra që kanë përjetuar këtë betejë. Presidentja Vjosa Osmani tha se ky muaj është mbi të gjitha një kujtesë për guximin dhe jetën, duke inkurajuar çdo grua që të mos ketë frikë nga kontrollet e rregullta. Sot më shumë se kur duhet ta ritheksojmë rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm. Çdo kontroll, çdo ekzaminim i rregullt është një mundësi për jetë. Sa më herët që të ndodh diagnostifikimi, aq më e madhe është shpresa për jetë. Kjo është arsyeja pse sërish dua të inkurajoj secilën grua që mos të ketë frikë nga kontrolli. Sepse nuk është frika ajo që shpëton jetën, por kontrolli mund të shpëtojë jetën kur ai ndodh herët. Nafie Latifi nga shoqata Jeta Vita, e cila prej dekadash ka mbështetur gratë në këtë betejë, tha se sot janë mbledhur për ta nderuar guximin e grave që përballen me këtë smundje dhe ta riafirmojnë përkushtimin për një sistem më të drejtë dhe më të ndjeshëm njerëzor dhe kujdes shëndetësor. Por ajo pati edhe pyetje. A kemi vendos vërtet pacientin në qendër të sistemit tonë shëndetësor? Apo bëjmë gjithë shka që mundemi, apo ndoshta na mungon empatia, përgjegjësia dhe ndjeshmëria njerëzore që shpesh vlen më shumë se çdo terapi kirurgjike dhe me barna. Për ta kuptuar dimensionin real të sfidës, mjekët në këtë manifestim sollën edhe shifrat e fundit shqetësuese. Këtë vit në klinikën tonë janë regjistruar gjithsej 330 vajza, gra, si dhe 3 burra të prekur me kancer të gjirit. Mbjetesa e përgjithshme, më e mirë për këtë sëmundje, arrihet atëherë kur kemi një menaxhim gjithëpërfshirës të saj. Në kuadër të kësaj ngjarjeje u mbajt një marsh në sheshet e kryeqytetit me pjesëmarrjen e 10 qytetarëve, institucioneve dhe organizatave që mbështesin luftën kundër kancerit të gjirit.
Edhe qendra kryesore e mjekësisë familjare në Prizren ka organizuar aktivitet sensibilizues për qytetarët me synim rritjen e ndërgjegjësimit për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Përmes këtij aktiviteti, stafi shëndetësor ka përcjell mesazhin se kujdesi dhe kontrolli i rregullt janë hapat më të rëndësishëm për të shpëtuar jetë. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Prizren ka zhvilluar aktivitetin sensibilizues me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Ky aktivitet po organizohet në kuadër të muajit roz, muajit të ndërgjegjësimit për këtë sëmundje që prek mijëra gra në mbar botën çdo vit. Qëllimi jonë është ndërgjegjësimi edhe informimi i qytetarëve në mënyrë sa më drejtë me këtë sëmundje siç është kanceri i gjirit, që të shpërndajmë broshura ku ka informacione të vazhdueshëm se si duhet paraqiten, se si cilat janë shenjat e para të kësaj sëmundje, edhe çfarë duhet bëjnë, a duhet vinë te mjeku, çfarë analiza duhet kryejnë, edhe si duhet bëhet mjekimi. Stafi shëndetësor i qendrës kryesore të mjekësisë familjare ka ndarë materiale informuese, ka ofruar këshilla profesionale dhe ka inkurajuar gratë që të kryejnë kontrolle të rregullta pasi zbulimi i hershëm rrit ndjeshëm mundësinë e shërimit. Duke e parë numrin në rritje të kësaj patologjie, informimi është i domosdoshëm. Dhe jo vetëm muajin tetor, por edhe muajve tjerë duhet të ketë domethënë organizime vetëdijësuese për popullatën, që sa më shumë të bëjnë ekzaminime shëndetësore, sa më shumë të njoftohen me shenjat e para të kancerit të gjirit, gjithashtu edhe sa më shumë të dalim në përkraje të gjitha atyre që po përballen me këtë betejë. Sot kemi vendosur këtu të mbajmë këtë aktivitet në ndarjen e këtyre broshurave, të cilat në vete përmbajnë material informues bazik për secilin qytetar apo qytetare që ofrohet dhe i shfleton e i lexon. Qëllimi ynë është që të rrisim ndërgjegjësimin, të rrisim kujdesin ndaj vetes të secili qytetar në mënyrë që jo i kotër slogani zbulimi i hershëm shpëton jetë. Me aktivitetet tona do të thotë konsiderojmë mision të kompletuar nëse arrim të ngrisim vetdijen qytetare dhe të shtojmë kujdesin ndaj vetes për secilin qytetar. Përmes këtij aktivitetit, QKMF-ja ka theksuar rëndësinë e parandalimit dhe kujdesit të vazhdueshëm shëndetësor, duke bërë thirrje për çdo grua të jetë e vetëdijshme ndaj shëndetit të saj dhe të mos i neglizhojë kontrollet mjekësore. Përdorimi i telefonit nga shoferët gjatë ngasjes është kthyer në fenomen shqetësues. Për të evituar këtë dukuri, policia çdo ditë shqipton qindra tiketa për kundërvajtësit në trafik. Vetëm në Prishtinë, nga fillimi i vitit janë shqiptuar 1154 tiketa për këtë shkelje. Ekspertët bëjnë thirrje që të mos përdoret telefoni pasi po ndikon në rritjen e numrit të aksidenteve. Përdorimi i telefonit gjatë ngasjes është një fenomen shqetësues. Arsyeja ndalës, jemi pranë aparatit telefoni, dhe në këtë rast drejtimi ka përmirë të përdorë telefonin në drejt në ndalimin ndër trafik. Kjo është arsyeja ndalës dhe kërkimi dokumentacion. Për ta shmangur këtë, çdo ditë ekipet policore dalin në terren dhe me qëllim të vetëdijësimit të qytetarëve shqiptojnë gjoba. Zotëria Arnard, e dim se u bë mjet domethënë telefoni, por nuk është arsyeja pse ti po përdor telefonin. Edhe nuk e po ta vesh, është kështu e po ta, apo ti. Sipas komandantit të njësisë së trafikut në kryeqytet, Toger Mentor Muja, vetëm në 19 ditët e tetorit janë shqiptuar 75 tiketa për përdorim të telefonit gjatë ngasjes. Sipas tij, nga 1 janari deri të dielën, vetëm njësiti i kryeqytetit ka shqiptuar 1154 tiketa për telefon, derisa siç tha ai çdo i treti person në trafik, tani më po përdor telefonin, duke shkaktuar rrezik në komunikacion si për veten ashtu edhe për të tjerët. Shoferët prapa kamerës kanë thënë se janë të vetëdijshëm për rrezikun, por që e përdorin atë në raste të caktuara, por me kujdes të shtuar. Ndërkohë, profesori Mohamed Krasniqi thotë se telefoni është bashkëaktari kryesor i aksidenteve në vend. Përdorimi i telefonit mobil gjatë ngasjes ndikon drejt për drejt në shpërqendrimin e ngasjeve në trafikun rrugor. Nuk po thuhet më ngasja në ndikim të alkoolit, por ngasja në ndikim të mobilit, domethënë të telefonit. Dhe për një çast, po që se largon syt nga rruga, nga trafiku real që është duke ndodhur dhe shpërqendrohesh në telefon, nga një udhëtim normal mund të ndodhë një tragjedi.
Sipas ligjit për rregullat e trafikut urban, i cili ka hyrë në fuqi në prill të vitit të kaluar, ngasësi që haset me telefon gjatë vozitjes, herën e parë shqiptohet gjoba 100 euro dhe minus 1 pikë negative, herën e dytë 200 euro dhe minus 2 pikë negative, ndërsa herën e tretë 500 euro dhe minus 3 pikë negative. Për të luftuar këtë dukuri dhe Policia Rajonale Ferizajt ka njoftuar se për një javë në periudhën 13-19 tetor ka shqiptuar 108 gjoba për përdorim të telefonit në trafik. Ky aksion është ndërmarr pas një fushate disa ditore me moto 1 sekond në telefon mund të bëhet shumë vonë, duart në timon e jo në telefon, përmes të cilit policia apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të përqendrohen në ngasjen e automjetit dhe shmangin përdorimin e telefonit, pasi një moment pa kujdesie mund të ketë pasoja të rënda për jetën e njerëzve. Rëshqitja e dheut në magjistralen Mitrovic-Prishtinë në afërsi të fshatit Slatin të Vushtrisë prej vitesh po rrezikon jetën e qytetarëve dhe po vështirëson qarkullimin e automjeteve. Për shkak të shpejtësisë së lartë në këtë pjesë të rrugës dhe ngushtimit që ka ndodhur si pasojë e shembjes së dheut, kjo zonë është kthyer në rrezik për aksidente të shumta. Banorët që jetojnë afër magjistrales thonë se ka vite që kërkojnë zgjidhje, por institucionet nuk kanë marrë asnjë masë konkrete për ta sanuar gjendjen. Ndërkohë në Ministrinë e Infrastrukturës paralajmërojnë se kjo do të ndodhë së shpejti. Po paralajmëron zvogëlim të shpejtësisë e ngushtim rruge. Drejtuesit e automjeteve duhet të kenë kujdes dhe krejt kjo ndodh për shkak të shambjes së dheut në këtë anë të magjistrales. Një shjerit rruge që lidh Mitrovicën dhe Prishtinën në qytetin e Vushtrisë, ka kohë që është në këtë gjendje. Shembja e dheut në magjistralen Vushtri-Mitrovic, konkretisht në fshatin Slatin prej vitesh ndodhet në këtë gjendje, si e tilla ajo po paraqet vështirësi të mëdha në qarkullimin e automjeteve dhe për shkak të aksidente të mëdha në këtë pjesë të rrugës. Duke qenë se shpejtësia e automjeteve është e madhe në këtë magjistrale, ky ngushtim rruge po shkakton aksidente të shumta. Madje dëshmi e kësaj janë edhe pjesë të veturave që janë prezent në këtë rrugë. Për më tepër kur terri bie, aksidentet pothuajse janë të shpeshta. Këtë rreziku që po bëhet për jetë njerit më shumë të përkerre. Ka raste për shembull çdo notë rrezollohet në kerr që se ne din me policia, e din ta qeverisë këtë kush hopa nuk den me marr për këtë punë. Nuk e kam veç për veti, për kam për qytetarët e Kosovës se përshkojnë gjinja pa kur që heq. Banorët e fshatit Slatin që jetojnë afër kësaj magjistraleje thonë se kjo shembje rrugës ka vite që është kështu. Jo, është se 5-6 vite pe që marrua autobani këtu, kjo autostrada që marrua, kjo është rrezik. Pishin edhe vetë këtu. Këtu çdo ditë e zotit këtu ndodh ndeshje. E ka një 2 herë dhe po apet u shemb. Plus asaj, këtë kështu gjadja u çu përpjet. Lidhur me këtë në një përgjigje përmes telefonit nga Ministria e Infrastrukturës, ka thënë se është hartuar një projekt i sanimeve nëpër autostradat e Kosovës, derisa për rastin konkret do të provohet largimi i dheut, ndonse rreziku i rishembjes ekziston. Megjithatë, një sanim i kësaj pjese të magjistrales, sipas Ministrisë së Infrastrukturës, do të ndodhë së shpejti. Agjencia për investime dhe përkrahje të ndërmarrjeve në Kosovë ka nënshkruar marrëveshje me Agjencinë për Zhvillim të Luksemburgut, e cila synon përkrahjen e skemës së granteve për arsimin dual. Marrëveshja u mirëprit nga përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar, cilët theksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, sektorit privat dhe sistemit arsimor për të ndërtuar treg pune më të aftë dhe të qëndrueshëm. Agjencia për investime dhe përkrahje të ndërmarrjeve në Kosovë, në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ka nënshkruar marrëveshje për skemën e granteve për arsimin dual me Agjencinë për Zhvillim të Luksemburgut. Në këtë ceremoni, morën pjesë ambasadori i Luksemburgut në Kosovë, Erik Diac, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe drejtues të Kiesas. Continue to invest in skills. Vazhdojmë të investojmë në shkatësi. Empower youth, me fuqizimin e të rinjve, and strengthen the partnership between the public and private sectors. Edhe me fuqizimin e partneritetit ndërmjet sektorit publik dhe atij privat. Pak minuta lansova edhe listën preliminare të 51 përfituesve të ri të grand skemës për industrinë kreative. Edhe kjo një grand skem e bashkëfinancuar nga qeveria e Luksemburgut
edhe nga buxheti I shtetit përmes pjesës. Ndërkaq, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit theksuan rëndësinë mes arsimit dhe zhvillimit ekonomik, duke cilësuar edhe teknologjinë si një mjet kryesor. Në këtë ceremoni, u nënvizua rëndësia partneritetit ndërmjet institucioneve shtetërore, sektorit privat dhe sistemit arsimor për të zhvilluar fuqi punëtore të aftë dhe konkurruese. Selektori I kombëtarës së Kosovës në futboll në konkurrencën e vajzave, Sami Sermagjaj, ka publikuar listën e lojtarëve të ftuara për 2 ndeshjet kundër Turqisë, të cilat do t'i zhvillohen gjatë këtij muaji në kuadër të play-offit në Ligën e Kombeve. Jemi Donanët, jemi Kosova. Kombëtarja e Kosovës në konkurrencën e vajzave në futboll po hyn në një prej fazave më vendimtare të historisë së saj. Dardanet do të zhvillojnë 2 ndeshje në play-offin e Ligës së Kombeve kundër Turqisë, ku në lojë është një objektiv I madh, ngritja në Ligën B të kësaj gare. Selektori Sami Sermagjaj ka publikuar listën e futbollistëve të ftuara për këto 2 sfida, duke theksuar se ekipi është gati si kur më parë për ta shfrytzuar këtë mundësi historike. Ndeshja e parë zhvillohet më 24 tetor në Prishtinë dhe pritet të jetë vendimtare për të marrë rezultat pozitiv para sfidës së kthimit në Turqi. Mbështetja e publikut vendës shihet si faktor kyç për motivimin e skuadrës, e cila ka treguar rritje të dukshme në paraqitjet e fundit. Dueli I kthimit zhvillohet 4 ditë më vonë, më 28 tetor në Izmir. Sermagjaj ka ftuar një kombinim të lojtarëve me provojë dhe talente të reja, të cilat kanë treguar formë të mirë në klubet ku aktivizohen, si në ligat vendore, ashtu edhe në ato jashtë vendit. Fokusi I stafit teknik është I qartë, organizim maksimal, disiplinë taktike dhe efikacitet në momentet vendimtare. Jemi Donanët! Jemi Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shprehur gatishmëri që t'i bashkohet takimit Trump-Putin, I cili pritet të mbahet në Hungari. Детально обговорили. Presidenti Zelensky ka thënë se do të ishte gati t'u bashkohej Donald Trumpit dhe Vladimir Putinit në samitin e propozuar të Hungarisë nëse ftohej. Presidentët Trump dhe Putin njoftuan të njëjtën se planifikonin të zhvillonin bisedime mbi luftën në Ukrainë në Budapest, mbase në javët e ardhshme. Në komentet e publikuara të hënën, Zelensky u tha gazetarëve nëse është një ftesë në një format ku takohemi si treshe ose siç thuhet diplomaci fluturuese, atëherë në një format apo në një tjetër do të merrnin pjesë. Të hënën, raportet e media sugjeruan se atmosfera në takimin e udhëheqësve të SBA-s dhe Ukrainës kishte qenë shumë e ashpër nga se mendohej më parë. Financial Times raportoi se Trump paralajmëroi Zelenskyn se Putini do ta shkatërronte Ukrainën nëse ai nuk do të pranonte kushtet e saj, duke cituar burime të njohura. Pala amerikane u tha se I kishte përsëritur pikat e diskutimit të narrativës ruse në takimin siç thuhej të paqëndrueshëm. Gjithashtu raportoi se Trump hodhi më një anë hartat e vijës së frontit në Ukrainë dhe këmbguli që Zelensky t'ia dorëzonte të gjithë rajonin e Donbasit Putinit. Zelensky u përmbajt gjatë konferencës së tij të parë për media që nga bisedimet, por komentet e tij bën të qartë se kishte fusha të mëdha mosmarrveshjesh mes dy palëve. Ai përshkroi takimin si të sinqertë, të tha se I kishte thënë Trumpit se qëllimi I tij kryesor ishte një paqe e drejtë dhe jo një paqe e shpejtë. Zelensky kishte shpresuar të siguronte raketat amerikane Tomahawk në Washington për të goditur thellë Rusin, por dukej se u largua duar bosh, ndërsa Trump mbante një ton jo angazhues për këtë çështje. Me informacionin kryesor nga arena ndërkombëtare, erdhëm në fund të edicionit qendror. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.